Dashi. Marsi do krijoj tension të shtuar gjatë kësaj dite dhe nuk të ndjeni rehat me veten, por nuk duhet të heqni dorë nga vetbesimi. Në çift, konfliktet nuk do jenë shumë të forta, por do ndjeni të shpërqendruar dhe të paplotësuar emocionalisht. Dialogu i hapur sot është qetësi për të rifituar afrimin. Beqarët do përjetojnë njohje të fuqishme, por nuk do kenë sigurinë e nevojshme për të ndryshuar statusin më njëherë. Duroni pak kohë para se të hidhni hapin. Në punë, misja do jetë e shkëlqyer, por disa kolegë të pavendosur mund t'ju acarojnë dhe t'ju detyrojnë të braktisni planën. Financat do jenë delikate, prandaj shmangni çdo shpenzim të panevojshëm dhe vendosni buxhet rigoroz. Demi. Parashikimet e ditës nuk janë të lehta dhe shpesh do ndjeni me inat për shkak të situatave të papritura. Në çift, përpiquni të jeni serioz dhe besnik, por tundimi për dikë tjetër mund t'ju heqë vëmendjen nga partneri aktual. Ka ecur nga zemra dhe ruani balancën për të mos e lënduar atë që keni pranë. Beqarët mund të ringjallin një dashuri të vjetër me më shumë pasion se më parë, por rrezikojnë të rikthehen tek gabimet e së shkuarës. Vazhdoni me maturinë. Në punë, nisma juaj për të dëgjuar do bëjnë ndryshime pozitive, ndaj mos hezitoni të shpërndani idetë tuaja. Financat kërkojnë kontrolle të vazhdueshme për të shmangur luksin e tepruar. Binjakët. Klima jore sot do jetë ngrohtë dhe energjia juaj kreative do lulëzojë. Ndiqni instinktet tuaja të para kur përballeni me dilema. Në çift, do tregoni logjik dhe përkushtim. Do zgjidhni me sukses çdo mosmarrëveshje dhe do forconi besimin mes jush. Beqarët mund të përjetojnë takime mbretërense, por do kenë dyshime për t'u angazhuar. Dëgjoni zemrën për të marrë vendime të sakta. Në punë, efikasiteti juaj do shkëlqejë. Do punoni me ritëm të lartë dhe egërsi, por edhe me kujdes, kështu që rezultatet do jenë të kënaqshme. Financat do jenë të favorshme. Shmangni borxhet dhe planifikoni investime të vogla pa rrezik. Daforia. Neptuni mund të sjellë nostalgji dhe emocione të forta sot, ndaj kushtojini kohë reflektimit për të shmangur vendime të nxituara. Në çift, krizat e mundshme mund t'ju bëjnë të ndjeheni keq, prandaj përpiquni të ruani qetësinë dhe të ndryshoni perspektivën për të mos e rënduar marrëdhënien. Beqarët do ndjehen në presion për të bërë hapa romantik, por frika e pasigurisë mund t'i bllokojë. Duroni pak kohë dhe analizoni çdo ofertë. Në punë, negociatat mund të jenë sfiduese, prandaj tregoni të duruar dhe kërkoni kohë për çdo diskutim të rëndësishëm. Financat do kërkojnë përpjekje shtesë për t'i stabilizuar. Vendosni një buxhet strikt dhe monitoroni çdo shpenzim. Luani. Venusi do përforcoj pasionin tuaj dhe këmbënguljen, duke ju ndihmuar të arrini çdo qëllim që vendosni në mendje me vendosmëri të pakundërshtueshme. Në një lidhje do komunikoni me shikimin, do krijoni momente romantike të paharrueshme dhe do ndiheni të mbushur me dashuri. Beqarët do flirtojnë natyrshëm dhe do tërheqin vëmendjen pa vështirësi, kështu që mund të nisin lidhje spontane. Në punë, aftësitë tuaja do vlerësohen. Do arrini postin që keni ndëruar dhe do tregoni superioritet në çdo detyrë. Financat do jenë të qëndrueshme dhe mund të përfitoni nga një mundësi investimi që do ju sjellë fitime të vogla, por të sigurta. Virgjëresha. Sot do jeni të guximshëm dhe ritmi do jetë më i shpejtë se zakonisht, duke ju sfiduar të ruani ekuilibrin mes aventurës dhe përgjegjësisë. Në çift, Jupiteri do ndikojë mirë, duke rizgjuar romantizmin dhe duke bërë çdo moment me partnerin të mbushur me ngrohtësi. Beqarët do jenë më të favorizuar të yjeve, do realizojnë takime të veçanta që mund të çojnë drejt një lidhjeje serioze. Në punë do shfaqni inteligjencë dhe aftësi organizimi, duke përballuar deri dhe një problem të komplikuar që keni pasur. Financat do marrin hovë pozitiv fal një trashëgimi ose shpërblimi të papritur, prandaj mund të shfrytëzoni rastin për shlirje borxhe. Peshorja. Sot do përballeni me sfida të fshehta që kërkojnë vëmendje të jashtëzakonshme dhe ekuilibër emocional. Në çift, shmangni reagimet impulsive ndaj partnerit. Çdo koment me nxitim mund të ndesë tensione të kota. Zgjidhni fjalët me kujdes dhe theksoni pikpamjet tuaja me diplomaci për të ruajtur harmoninë. Beqarët duhet të qëndrojnë të vëmendshëm ndaj takimeve. Jo çdo buzëqeshje fshej qëllime të çmuara, ndaj siguroni sinqeritetin para çdo angazhimi. Në punë, mundesa e fokusit mund t'ju sjellë gabime, prandaj planifikoni çdo detaj para se të nisni një projekt. Financat kërkojnë kursime të rrepta. Përgatitni një listë prioritete për shpenzimet dhe shmangni çdo blerje impulsive që mund t'ju shtrëngtojë muajin. Akrepi. Sot do ndjeheni të lidhur ngushtë me intuitën tuaj, por mos lejoni që emocionet e forta t'ju verbërojnë.
Në një lidhje, tregoni të hapur dhe ndani shqetësimet tuaja para se t'i ruani brenda, sepse ajo do krijojë hendekun më të vështirë për t'u kapërcyer. Beqarët duhet të ruajnë vetë kontrollin. Josha mund të jetë e fuqishme, por pa sinqeritet, çdo lidhje rrezikon dështimin. Në punë të gjeni forca për të kapërcyer dhimbjet e humbjeve të mëparshme dhe do tregoni se jeni më të fortë se pengesat. Financat ndonse të ndjeshme mund të përmirësohen me kursime të vogla dhe planifikim të kujdesshëm për të shmangur bothuqet në buxhet. Shigjetari. Energjia pozitive e ditës do stimulojë dëshirën për rritje dhe për jetën tënde. Në çift, komunikimi i hapur dhe aksionet romantike do forcojnë lidhjen. Surprizoni partnerin me vëmendje të veçantë dhe gëzime spontane. Beqarët do ndihen më të motivuar për të hulumtuar mundësi të reja romantike dhe takime të papritura, por durimi është thelbësor për të mos nxitueshëm zhvillimin. Në punë, entuziazmi do ju çojë drejt fillimit të projekteve ambicioze dhe bashkëpunimeve me kolegë të talentuar. Financat do jenë të qëndrueshme dhe me kursime të vogla mund të siguroheni që të mos lidheni me borxhe të reja, duke krijuar hapësirë për investime në afatgjata. Britsjapi. Profesionalizmi dhe qartësia e ditës do forcojnë besimin tuaj, por mos lini pas dorë anën sociale. Në çift, vendimet e përbashkëta do krijojnë baza të forta për të ardhmen. Planifikoni një udhëtim të vogël ose projekt të ri me partnerin. Beqarët duhet të ndërtojnë besin me secilin hap të ri, duke mos nxitur angazhimet. Një misi e parë mund të shndërrohet në diçka më të thellë. Në punë, përqendrimi maksimal do rezultojë me përfundimin e detyrave në kohë dhe me sukses. Kërkoni feedback për të rritur. Financat kërkojnë menaxhim rigoroz. Caktoni një pjesë fikse për kursimet dhe mos e humbni vëmendjen te shpenzimet ditore. Ujori. Serioziteti dhe vetkontrolli do jenë tonet kryesore të ditës, edhe pse natyra juaj shpirtërore kërkon liri. Në çift, përpiquni të balanconi spontanitetin me përgjegjësinë. Surprizat e vogla do kultivojnë dashurinë, por diskutimet rreth planeve të mëdha duhet t'i bëni me maturi. Beqarët do jenë të fokusuar në zhvillimin personal, por kur të vendosin të afrohen emocionalisht, do e bëjnë me bindje të plotë. Në punë, do menaxhoni me lehtësi vështirësinë e projekteve komplekse dhe do fitoni respektin e ekipit. Financat do jenë të qëndrueshme nëse zbatoni një plan buxhetor të mirë organizuar dhe shmangni ndërhyrjet impulsive. Peshqit. Ndjenjet të thella dhe intuit të mbret do karakterizojnë ditën, por duhet t'i kanalizoni në mënyrë konstruktive. Në çift, përqafoni vlerat e përbashkëta dhe ndani planet për të mos krijuar pasiguri. Shprehni nevojat tuaja me ëmbëlsi. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ftesave. Kërkoni sinqeritetin para se të investoni ndjenja. Në punë, kreativiteti ju ndihmon të gjeni zgjidhje inovative për problemet rutinë, por mos harxhoni gjithë orët e ditës për projekte të njëpasnjëshme. Ruani energjinë. Financat kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. Bëni një plan shpenzimesh dhe përmbajuni atij për të shmangur me sukses tronditjet e papritura.